Kryetari i VMRO-DPMN-s Nikola Gruevski shpreson se opozita këtë radhë nuk do të kërkojë arsye për shtyrjen e sërishme të zgjedhjeve. Ai ka thënë se është shumë e rëndësishme që të zbatohet tërësisht marrëveshja e arritur një ditë më parë, me qëllim që zgjedhjet të mbahen këtë vit dhe qytetarët të mund të vendosin cilën parti e përkrahin. Знаем дека СДСМ има богата историја на одбегнување на избори, на барање на алиби за бойкотирање на изборите и така натаму, така што E dim se Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë ka histori të pasur të shmangjes së zgjedhjeve dhe në kërkesë të alibis për bojkotim të zgjedhjeve. Për këtë është shumë e rëndësishme marrëveshja e djeshme të zbatohet dhe të implementohet që të mos kemi sërish përpjekje të opozitës që në fazën e implementimit të shmang ose të shtyjë diçka. Shpresoj se këtë herë do të luajë ndershëm dhe se në kohë do të zbatohet gjithçka që është dakorduar që të mund këtë vit të mbahen zgjedhje dhe të jepet mundësi popullit ta japë mendimin e tij. Gruevski më tej ka shtuar se tani është koha që populli potencon ai të shprehë se politika e kujt dhe cilën garniture përkrah. Tani është koha të jepet mundësi të dytë popullit të tregojë se cilën politike përkrah dhe cilën mënyrë të punës e përkrah, përkatësisht cilën parti politike e përkrah dhe cilën garnitur politike. Na dëgjuan neve, na pan neve, i dëgjuam ata, i kam parë mirë ata, ashtu që koha është të jepet mundësi popullit të zgjidhë pas përfundimit të krizës politike se si Maqedonia të lëviz në 4 vite të ardhshme.